Në dosjen Balluku është Edi Rama. Nuk ka rëndësi, fati i Belinda Ballukut, fati politik i Belinda Ballukut, tani ka mbaruar. Politikisht, Belinda Balluku është një kufom që Edi Rama e tërheq pas gjatë tyre ditëve. Në masë rrufe pritse. Jo vetëm si rrufe, po edhe me i farë përmendimin tim, me i farë bezdije. Përmendimin tim, Rama do të heqë qafe. Pse, kemi parë rastet e tjera. Erion Velia, Lefter Koka, Alqi Bllako, Ilir Beqa, etj. Rama në momentin e parë që këta ish miq, bashkëpunëtorët të tij të ngushtë kanë qenë në këtë situatë, kur sot Belinda Balluku, me njëherë i ka hequr nga vetja, madje i ka shfrytzuar. Ka bërë një mbrojtje publike. Asnjë prej tyre nuk e ka mbrojtur siç po mbrojnë Belinda Balluku. Ka 3 muaj që e tërheq pas tij. Dhe nuk po merr dot një vendim. Zoti Baçi tha, kemi një kryeministër të sigurt. Tani, a kemi një kryeministër të sigurt apo të fiksuar?